Cruz Beckham shpërthen në lot gjatë performancës për vëllan. Thuhet se kënga i dedikohet Brooklyn. Cruz Beckham u shfaq i dukshëm i emocionuar gjatë një koncerti në Londër me bendin e tij, The Breakers, teksa interpretonte këngën Loneliest Boy, e cila sipas fansave besohet se i është dedikuar vllait të tij, Brooklyn Beckham. Gjatë performancës, Cruz, duke i prekur nga vargjet që flisnin për izolim dhe ndarje nga familja, ndërsa një nga kolegët e brendit i vendosi dorën mbi shpatull për ta ngushëlluar. Kjo mënyrë kaq e hapur e ndjeshmërisë së tij emocionoi publikun dhe shtoi spekulimet se kënga mund të pasqyrojë marrëdhënien e vështirë mes vëllezërve dhe tensionet brenda familjes Beckham. Tensionet e Brooklyn Beckham me prindrit e tij, David dhe Victoria Beckham, kanë qenë objekt spekulimesh për vite me radhë, por u bën publike kur Brooklyn u shpreh në Instagram në 19 janar 2026. Në postimin e tij, ai akuzoi prindrit se kishin shkelur privatësinë e tij, kishin dërguar informacione negative për marrëdhënien me Nicola Peltz dhe kishin shpërndar gënjeshtra që kanë ndikuar në imazhin e tij. Brooklyn gjithashtu bëri të qartë se në atë moment nuk dëshironte asnjë lloj pajtimi, duke konfirmuar kështu ekzistencën e një konflikti të hapur familjar. Sipas raportimeve, kjo mosmarrëveshje ka rënë që nga martesa e Brooklyn me Nicola Peltz në vitin 2022, ku mediat raportuan tensione mes Nicolës dhe Victorias, si dhe një largim gradual të Brooklyn nga prindrit e tij.